Ulja në tavolinë me Marko Gjuriçin, i njohur për retorikën e tij kundër Kosovës. Pastaj takimi me Grenellin, i cili atë kur ishte ulur në tavolinë në New York bashkë me Vjosa Osmanin, ishte i dekoruar me flamurin, me urdhrin e parë të flamurit serb nga vetë Aleksandar Vučić. Pastaj afërsia e madhe me Edi Ramën, e plot veprime tjera janë tregues i qartë që Vjosa Osmani veç se kishte filluar të devionte nga kursi me lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin, me ata që e kishin bërë presidente. Do rrethona, normal që u shpërfaqen edhe më tepër, domethënë u bën edhe më të qarta kur një ditë pasi mbrëmje dështoi zgjedhja e presidentit dhe mëngjesin tjetër ajo menjëherë shpërbeu kuvendin dhe nisi procesin për zgjedhje. E kjo u duartroket nga opozita. Të gjitha këto veprime, të gjithë këta njerëz të involvuar e kanë një qëllim të përbashkët, me plan ose pa plan, me plan të shkruar ose pa plan të shkruar, ta largojnë Albin Kurtin nga pushteti. Mirë po, Albin Kurtin nga pushteti e largon vetëm populli. Ai para 3 muajve ka marrë 51.1% të votave dhe nuk mund të largohet as në tavolinë, as me plan, as pa plan, e as me sinkronizim të veprimeve nga shumë akterë. Prandaj, këtë e keni, gabim e keni, se për këtë çështje nuk veti ju, po vetet populli. Faleminderit.